Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Dhe respektoni Allahun e të dërguarin e tij e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni dhe ta humni fuqinë, të jeni të durueshëm se Allahu është me të durueshmit. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Pra respektoni Allahun, bindjuni Allahut, respektoni dhe të dërguarin e tij dhe mos u përçani mes vete, sepse përçarja është dobësim. Siç thotë Zoti në një ajet tjetër kuranor, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu", mos u përçani mes vete, por bashkohuni në punë të mira, në punë të begatshme si besimtar. Sepse nëse përçaheni, ju do ta humni fuqinë dhe do të ligështoheni dhe dobësoheni. Pastaj, Allahu me këtë ajet kuranor të surës Enfal, ajeti 46, thot, të jeni pra wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Pra të jeni të durueshëm se Allahu është me të durueshmit. Prandaj i duruari i fituari. Pejgamberi selam tha as-sabru dia'an, sabri është shkëlqim, është dritë. Kujt i është dhënë durimi, i është dhënë një fiture e madhe. Prandaj ti duhet të durosh dhe të dëgjosh dhe të marrësh mesazhet nga Kurani që të mos nxitohesh. Dhe shumë e rëndësishme ky mesazh nga suja Enfal, ajeti 46. Ta respektojmë Allahun dhe dërguarin dhe të mos përçahemi mes vete. Si duket ky ajet kuranor i flet çdo kohë dhe çdo momenti, edhe kësaj kohe kur më shumë se kur ne kemi nevojë si popull të jemi të bashkuar, ta duam Allahun, ta duam ta respektojmë mësuesin, ta respektojmë figurën e imamit, hoxhës, atij që është edukator pra moralit, që jep mesazhe për moralin, për dashurinë ndaj besimit në Allahun, për respektin ndaj prindërve, ndaj farefisit, ndaj adheut, ndaj vendlindjes, ndaj tokës tonë. Pra, ti respektojmë figurat e ndritura të dietarëve, mësuesve, atyre që na mësojnë shkrimin, leximin, na mësojnë shkencën, na mësojnë dijet dhe ti nderojmë ata. Dhe të thrasim që edhe ata të jenë të bashkuar, të mos kenë ndaj me njëri tjetrin hasmëri, por ta duan njëri tjetrin dhe të punojnë në ekip. Pra puna në ekip dhe durimi janë mesazhi më i fuqishëm i kësaj surje, por gjithsesi i këtij ajeti, pra të surës Enfal, ajeti 46. Pra fill pas besimit në Allahun, respektit ndaj Allahut dhe respektit ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, vjen urdhni i prerë që të mos përçahemi, sepse nëse ne përçahemi, ne dobësohemi. Dhe nëse dobësoheni, pastaj edhe mund të mposhteni dhe humbni fuqinë. Kështu që të jeni të durueshëm se Zoti i don durimtarët, prandaj me durim do të bashkoheni.